Nënshkruhet marrëveshja e mirëkuptimit për objektin e ri të komunës. Komisioni Evropian. Kompanitë të fuqishme ndërkombëtare kanë konkuruar në tenderin për kryerjen e punimeve. Kryetari i komunës Bajram Mulaku me përfaqësuesin e zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian, arkitekten Alma Beqirin, kanë nënshkruar memorandumin e mirëkuptimit për projektin e ndërtimit të objektit të ri të komunës së Vushtrisë. Synimi i memorandumit kishte të bënte me krijimin e një platforme për bashkëpunimin e ngushtë dhe efikas ndërmjet zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian, Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe komunës gjatë zbatimit të projektit, ndërtimi i ndërtesës së komunës në Vushtri. Sipas memorandumit, krahas obligimeve që i kanë të precizuara palët nënshkruese, komuna ndër të tjera obligohet ta zhvendosë tregun e Vushtrisë në afatet e parapara, si dhe të zhvendosë të gjithë infrastrukturën publike. Gjithashtu ajo obligohet ta bëjë lidhjen e ndërtesës së komunës në shërbimet komunale. Sipas Beqirit, tenderi ndërkombëtar i shpallur për ndërtim të objektit të ri të komunës, i financuar nga Komisioni Evropian, është mbyllur dhe tani janë duke u hapur ofertat e shumta, fakt që ka rezultuar edhe me shtyrje të afateve për ca javë. Sipas Beqirit, për gjatë tërë objektet që pritet të ndërtohet sipas projektit, duhet të ketë hapësirë të lirë publike së paku 3.5 metra. Objekti i ri i komunës do të ketë 3400 m2 për dhesin dhe 2 etazhe. Sipas Beqirit, objekti i ri i komunës pritet të fillojë së ndërtuari ka fundi tetorit të këtij viti, ndërsa punimet do të përfundojnë pas 12 muajve, ka thënë Beqiri. Pas nënshkrimit të memorandumit, kryetari i komunës Bajram Mulaku theksoi: "Ky objekt modern do të ndërtohet në hapësirën e tregut aktual 10 metra larg ekzekutuesit." Në Komisionit Evropian, në të cilën zhvillojmë edhe një projekt tjetër në komunën tonë, pra projektin e objektit të ri të komunës, i cili do të ndërtohet në hapësirën e tregut të tashëm që kemi, që shpejt do të dislokohet në tregun e ri që është ndërtuar. Dhe në këtë mënyrë, përveç që do të plotësohen kushtet elementare tashmë një standard të ri për nevojat e administratës komunës dhe për shërbimin ndaj qytetarëve. Ndërtimi i këtij objekti si dhe restaurimi i objektit të trashëgimisë kulturore Hamamit do ta rregullojë shumë hapësirën në këtë pjesë të qytetit, ka thënë Mulaku. A gjithashtu ka potencuar që hapësira e parapare e këtij objekti do të jetë komode për vendosjen e administratës komunale, gjërsa për objektin aktual të komunës, i cili mendohet që daton nga koha e pas luftës së dytë botërore, theksoi: "Objekti aktual i komunës do të rënohet për të krijuar hapësira të reja gjelbruese para objektit të ri të komunës, dhe se bashkë me këshilltarët e Kuvendit Komunal do të shqyrtojnë mundësinë që aty të vendoset shtatorja Patriotit Hasan Prishtina."